në fakt, atë çfarë ndodh në të vërtet, po unë po preferoj, po zgjedh të parën për ta ngritur si pyetje. Vendosi një precedent të rrezikshëm ky dimension I kësaj ngjarjeje të shënuar në Elbasan? Mendoj që nuk arriti të shënonte, sepse lirimi I avokatit sot ishte I tillë dhe shpallja e arrestimit të tij të palishëm, ishte një reflektim I detyruar I prokurorisë, tregoi që prokuroria vërtet është duke tentuar për më shumë pushtet. Vërtet po marrin shembullin e Spakut të gjitha prokuroritë e rrethëve, duke treguar që kanë ato pushtetin, por pasi presionin publik, pas një presioni politik etj, mund të arrihet që të trishet prokuroria, ndërkohë që ajo që mungon është ligj I qartë tani për të treguar fuqinë e prokurorisë në raste të tilla, në gjitha rastet, po fuqinë e prokurorisë përpara gjykatës. Na duhet patjetër një ligj I tillë, na duhet një ligj I tillë sidomos për Spakun, në cilë është prokuroria me më shumë pushtet në Shqipëri, dhe prokuroria që I ka dhënë vetes disa të drejta, të cilat ne deri sot ne kemi parë, si për shembull përgjimi I anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Po. Shantazhimi I gjyqtarëve të GKK-s, të gjykatës speciale. Dhe deklarimi I hapur I kryetarit të prokurorisë posaçme që gjykata ta formon të shmarrin vendimet që u kërkojmë ne. Dhe deri më sot ne kemi parë pikërisht këtë gjë që prokuroria është aftë të bëjë, mos Spaku, prokuroria speciale është aftë të bëjë gjithçka duke I pasur vendimet e gjykatave të paravendosura, të vendosura në zyrën e prokurorit. Këto precedent pra kanë ndodhur. Është herë e parë që këto ndodhin me një avokat për shkak të detyrës. Por këto kanë ndodhur me qytetar, me figura, me zyrtar të lartë, kryesisht të opozitës, mbi të cilët janë marrë masa nga prokuroria, për të cilët gjykata vetëm ka ngritur dorën ashtu si dhe ka nënshkruar atë vendim që prokuroria ka marrë më parë. Merremi pak me aspektin gazetaresk në kuptimin që në një